Presidenti rus Vladimir Putin tha të dielën në mëngjes se Rusia ka kryer me sukses një provë të raketës së saj ndërkontinentale me energji bërthamore Burevestnik. Shefi i shtabit të përgjithshëm Valeri Gerasimov i tha Putinit se prova u zhvillua të martën me raketën që fluturoi 14.000 kilometra gjatë rreth 15 orëve. Është vërtet një armë unike, një që asnjë vend tjetër në botë nuk e zotron, tha Putin gjatë një vizite në një nga qendrat e komandës së grupit të përbashkët të forcave ruse. Putini pohoi se 9 M730 Burevestnik, i njohur me novkën SSC X9 Skyfall nga NATO, është i pamposhtur kundër mbrojtjeve raketore aktuale dhe të ardhshme, një rrezë e veprimi pothuajse të pakufizuar dhe një shteg fluturimi të paparashikueshëm. Burevestnik, pjesë e programit të armëve të përparuara të Rusisë, të cilin NATO e përcakton si SSC X9 Skyfall, bëri bujë në vitin 2019 pasi një provë e dështuar çoi në një mision vdekjepror së rimëkëmbjeje në Arktik. Raketa me motor bërthamor Burevestnik nuk ka të barabartë në botë, tha presidenti rus Vladimir Putin gjatë një vizite në postën e komandës së forcave të përbashkëta, siç raporton TASS. Kam një raport të industrisë dhe vlerësimet e Ministrisë së Mbrojtjes janë përgjithsisht të njohura. Në fund të fundit është një produkt unik, ndryshe nga çdo tjetër në botë. Mbaj mend qartë kur njoftuam se po zhvillonim një armë të tillë. Edhe specialistë të kualifikuar më thanë se po, ishte një qëllim i vlefshëm dhe i denj, por i paarritshëm në të ardhmen e parashikueshme. Ky ishte mendimi i specialistëve të kualifikuar përsëris, tha Putin. Ndërkohë presidenti amerikan Donald Trump tha se nuk do të humbiste kohë duke planifikuar një takim tjetër me Putinin pa një marrëveshje të afërt për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Duhet ta dija se do të bënim një marrëveshje, tha ai gazetarëve që e shoqëronin në turneun e tij në Azi, kur u pyet se çfarë do ta binte të caktonte një takim tjetër me presidentin rus. Nuk do ta humb as kohën time. Gjithmonë kam pasur një marrëdhënie të shkëlqyer me Vladimir Putinin, por kjo ka qenë shumë shgënjyese, shtoi ai duke u referuar përpjekjeve për të zgjidhur konfliktin midis Moskës dhe Kievit. Presidenti amerikan nuk ka munguar të shprehë zgënjimin e tij me Moskën dhe homologun e tij rus personalisht kohët e fundit. Sa herë që flas me Vladimirin kemi biseda të mira, por ato nuk çojnë askund, tha ai disa ditë më parë.